Mirë më njëjës, o birë. Mirë më njëjës. Ama. Shëndetin të kemi, po. Ne që s'kemi lekë, themi haqë se shëndeti se lekë shkone e vinë. Gjasme se s'kemi dhe themi shkone e vinë. Demokrati mi famshëm që nuk është të Je gabim kur e thua, unë jam i djathë, vlla. Jam i djathë, mos thuaj demokrati, e kupton? Sepse demokrat mund të bëhet dhe një socialist, ose demokrat mund të bëhet i djathë i lindur. Je i djathë i lindur. Dhe kur je i djathë i lindur, keca parime, keca gjëra, që nuk të, për shembull, sot, ti mund të thuash me shaka, ose mund të thuash që, ore vrenos, pse nuk je aty, pse nuk votove, ose pse po vrenozi, është i djathë, vlla. Dhe nuk ka ide komuniste, dhe kur nuk ka garë vrenozi, nuk vetë voton. Po, do vetë të votoj, vlla. Ka garë, do me thënë, kur votoa Luli ishin, thoja, ky i saj. Si ka ky më? Agronsheja, ishin me radhë një 4-5, ishte dhe një fem, ishte dhe ajo, si e ka ajo. Nese që si ka, po ishin 4-5, se kupton. Unë tani, mos kërkon nga vrenozi, të votojë në një listë që është vetëm një emër. Të lutem se më ofendon, vlla, për Zotin më ofendon. Nuk kam lidhje fare, doktorin e kam xhan, kam 35 vite që e ndjek, por unë, për të respektuar gjakun tim, gjakun e gjyshi që e kam be, e të njëzve të nenët që kanë dhekur për biruca e minë se të tash, për gjakun atyre i respektoj, nuk dua të kthej në thonjza komunizmin, vlla, do me dhenë, dua që të mos baj fajet, se më duket që do bëj faj po vajt aty, vlla. Ta gëzoj, ta mbaj, vlla, të ri, më mirë për mua, më mirë mos bëheshin votime, se sa u bën votime, se sa të quhen votime këto, vlla. Nuk jam tjetër marku, vlla, nuk jam, unë jam anoj nga e djatha, nga, kupton ti, unë e dua votën shumë, vlla. Nuk e shpërdoroj votën unë, vlla, të vetë tani ta shpërdoroj votën. Këtë votoj, doktorin, Saliun apo Berishën, po të lutem, unë e dua doktorin, le të vazhdoj. Dakord jam që nuk ka, sepse ne themi, ore nuk ka tjetër. Sa thua nuk ka tjetër, nuk je parti, vlla. Po se s'ka tjetër, të kërë djato, vlla, im tani, neve 36 vit tani, kupton ti? E baba im ti ishte, o birë, je shumë i mirë, o baba, po mund të i ulesh aty, ti ish president deri, dhe të qarkullojnë e gjera, po tani, ku e di unë tani, kupton? Se e të flasësh, e të thuash atë që ndjen, u shqit, u be, u dhje, e po tani, ku e di unë tani, kupton, sepse i këta, dhe unë s'dua të flasë, se unë flasë me deputete me këta dhe prap, ore deputet edhe më thonë që ore e ka pron private, vlla, kupton, se s'dua të flasë. E ka pron private, thonë, po deputeti ullë kokën, se me 3 melonshin, vlla, dhe është në rregull. Po se unë pse ta ndy veten të vetë të votoj? Përse o vlla, pse ta ndy veten të vetë të votoj? Unë e quaj ulje për çdo njeri të djathtë të vetë të votoj sot, vlla. E quaj ulje, vlla. Sepse jemi të djathtë, duam garë, vlla. Kush gara o birë? Kush gara o birë i nënës? Dhe në këtë pikë, unë nuk gaboj. Me këto zgjedhje, mendoni që rikonfirmoni edhe një herë me referendum me quan Saliu, mendoni që do vini në pushtet e në poshtë një Ramën këtu? O vlla, edhe njërë, unë jam i djathtë, nuk jam anatar, mos thuaj ju. Tani, unë mendoj fatkeqësisht ky votim i soqëm vullos Ramën në 2007 dhe 2009. Absolut. Ore është një gjë, ore unë e dua, ore militantët e duan. Nuk mjafton të vish në pushtet, vlla. Dhe nuk mjafton, dhe tani unë këtë e kam thënë që në 2023, vllai. Nuk mjafton, nuk vim dot në pushtet, më vlla. Kjo është, kjo është kryesorja. Se tash hajde të bëjmë, unë nuk jam dot, nuk jam ushtar, nuk rreshtojmë dot të vi kështu, vlla. Tani në orën 18 kur të mbyllet ajo do të bëj kështu, jo, vlla. Unë do të rishtohem, sinqerisht do të rishtohem, sepse ti thash, nuk janë, s'kan lidhje me demokracinë, me të djathtën, të lloj votime. Më mirë, unë kam bërë një sta, më mirë mos bëni fare zgjedhje dhe që më ndeshme, më mirë mos bëni fare. Jo po ti pse nuk thua Edi Ramës që. Çfarë të them Edi Ramës? Edi Rama po votono.
E di ama po i mban me lek atë të tij, edhe po fiton zgjedhje me zgjedhje. Çfarë të bëj ai? Aty s'ka tjetër. Kurse ne, nëse ku kemi kokën 13 do bën 16 vite tani më 2029, dhe në opozicion vetëm humbim. Tash i trajneri o biri nanës, kupton ti? Vetëm një shans ka Berisha, për mua. Vetëm një shans ka. Nuk diskutohet që do zgjidhet sot. Vetëm një shans ka, të vetëm. Në 30 maj, kur është kuvendi kombëtar. Ta pastroj dhe ta qelbërzizoj të gjithë kryesinë. Në qoftë se, domethënë, do jetë e reja, jo bre jo, po ai do jetë bre vlla. Po, ore ai do jetë kryetar, tani do zgjidhet sot. Kuvendi kombëtar është në 30 maj dhe zgjidhet kryesi e re. Kryesi e re duhet që të mos ketë umbsa brenda. Ata të umbsa janë, do më ndiqi. Mos ketë umbsa më vlla, umbsa. E kupton ti umbsa? Ka janë drejtuesit e qarkut që në Vikaso me radhë, çfarë janë të gjithë këta që kanë humbur, ti ikin vlla. Ti humbë sigurisht. Miru parë vlla, të vi një njeri, ta tani duan, kupton? Këta e kanë postin, e kanë privat be vlla, jam unë ose ti u bëre këtu kryetar, e vetëm shtyp leka dhe e shikoj ku diun se marr vesh.